Aldo Shlagu është nga të paktët shqiptar, nga një komunitet i vogël shqiptar që punojnë në Hollywood. Kompozon muzikë për disa nga filmat e famshëm dhe të njohur të Hollywoodit. Aldo, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kur i larguar nga Shqipëria? Në 91-shin. 91-shin, 35 vjet më parë, po në Hollywood kur u vendose? Në 2002-shin. Sa kohë ke që kompozon vetë muzikë për filmat? Qysh në Kanada, në 94-ën. Që në 94-ën, për kënga artistët e mëdhej të Hollywoodit ke kompozuar? De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. Pacino? Pacino patjetër. Patjetër. Ke sa filma ke në karrierën tënde? Do t'jenja 70, 80. 70-80 filma, që janë të gjithë kompozuar në Hollywood drejt për drejt prej teje. Është kaq i vështirë Hollywoodi sa duket nga larg? Nuk ka gjatë letë, po me puna rrihet çdo gjë. Ti kur je larguar, çfarë moshe ke qenë? 19 vjeç. Kur e ke filluar muzikën? 6 vjeç. 6 vjeç? Dhe 19 vjeç u largove mbasi 6 vjeç çfarë nise? Çfarë instrumenti? Fizharmonik dhe piano. Fizharmonik dhe piano. Po më pas? Trompa pastaj, se nuk lejohesh kur ishe i vogël, për çështje shëndetësore, se s'ke frymë. Se s'ke frymë. Dhe me trompën ti tentove të shkoje në shkollë të lartë, Po. Dhe nuk shkove dot? Nuk shumë, se ikëm. U largove? Lam Shqipërinë. Ku e ke trompën e vjetër? Trompa vjetër është prish, po ajo që kam përdor vetë në Montreal gjatë studimeve, ja fala një studentje shumë të mirë. Ke ardhur për një koncert recital me muzikën e filmave tu. Ku do e kesh? Në Teatrin të Operës, në Shkodër dhe në Prishtinë. Kur? Me 6 korrik, data e Shkodrës është akoma pak e hapur dhe Prishtina me 12. Aldo Shlagu e ka zhvilluar gjithë karrierën e tij jashtë Shqipërisë kur është larguar moshën 19 vjeçare, sot kompozon në Hollywood për industrinë e filmit, por është kthyer aty ku e ka nisur Shqipëri me koncert recital. Suksese dhe test mbar. Faleminderit.